Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë hani gështenja, por askush nuk e di se çfarë i ndodh trurit të zemrës dhe zorrëve tuaja. Gështenjat mund të duken si një arë e përditshme, por kanë një numër përfitimesh të rëndësishme shëndetësore, duke përfshirë aftësinë e tyre për të përmirësuar shëndetin e tretjes, për të forcuar kockat, për të menaxhuar diabetin, për të mbrojtur shëndetin kardiovaskular, për të rritur sistemin imunitar dhe për të ulur presionin e gjakut. Gështenja gjithashtu parandalojnë edhe sëmundjet kronike. Parandalojnë edhe diabetin. Shumë njerëz nuk janë në dijeni të rolit që gështenjat kanë dhe që mund të luajë fibra dietike në rregullimin dhe parandalimin apo edhe menaxhimin e diabetit. Ato ju vinë në ndihmë të sëmurëve diabetik dhe shpesh janë pararendës për zhvillimin e diabetit duke e parandaluar atë. Forcojnë sistemin imunitar. Përqendrimi i lartë i vitaminës C dhe përbërësve të tjerë antioksidues në gështenja i bën ato ideale për forcimin e sistemit tuaj imunitar. Vitamina C jo vetëm që stimulon prodhimin e qelizave të bardha të gjakut, por gjithashtu vepron edhe si një antioksidant duke kërkuar radikalet e lira brenda trupit dhe duke neutralizuar ato para se të shkaktojnë që qelizat e shëndetshme të ndryshojnë ose të nxisin stresin oksidativ pranë organeve vitale. Kjo mundet të ndihmojë edhe sistemin tuaj imunitar për parandalimin e sëmundjeve. Përmirëson funksionin e trurit. Sipas ekspertëve, funksioni i trurit përmirësohet ndjeshëm përmes konsumit të gështenjave, kjo pasi ato janë të pasura me vitaminat e familjes B, të cilat janë të lidhura drejt për drejt me zhvillimin dhe funksionin e duhur neurologjik. Sipas ekspertëve, për më tepër, kaliumi i cili është i gjetur në gështenja mundet gjithashtu që të rrisë edhe rrjedhjen tuaj të gjakut në tru dhe nga ana tjetër të promovojë edhe shëndet të mirë të sistemit tuaj nervor duke rritur përqendrimin dhe kujtesën. Parandalimi i sëmundjeve kronike. Sëmundjet kronike të gjitha llojeve shkaktohen nga çlirimi i radikaleve të lira të cilat munden të shkaktojnë ndryshimin e qelizave të shëndetshme duke çuar në sëmundje të këqija, stres oksidativ dhe një numër sëmundjesh kronike pa antioksidant si ato të cilët gjenden në gështenja. Trupi ynë do të luftojë betejat në shumë fronte, kështu që rritja e mbrojtjes me një grup gështenja në ditë është një ide mjaft e mirë. Përmirëson gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Shumë njerëz mendojnë për yndyrat si një gjë e keqe për të djegur gjatë një diete, por në fakt trupi ynë ka nevojë për një numër të yndyrave të tjera për të funksionuar normalisht. Këto yndyra të mira të cilat gjenden në përqendrime të larta në gështenja ndihmojnë në balancimin e kolesterolit, zvogëlojnë inflamacionin në të gjithë trupin dhe ulin rrezikun e krijimit të aterosklerozës dhe mpiksjes së gjakut në trup. Kjo ul rrezikun tuaj të goditjes, sulmit në zemër dhe të sëmundjeve koronare të zemrës në një masë edhe më të madhe. Disa i pëlqejnë të pjekur dhe të tjerë mendojnë se është më mirë e papjekur, dhe në fakt të gjithë kanë të drejtë sepse gështenjat janë të përsosura në çfarëdo lloj forme, pavarësisht se si ato përgatiten. Ndryshe nga shumica e frutave të thata të tjera, gështenjat përmbajnë më pak proteina ose yndyra dhe ofrojnë kryesisht karbohidrate komplekse. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se i mungojnë lëndët thelbësore. Është gjithashtu plot vitamina dhe minerale të cilat janë të vlefshme për trupin ton. Për këto arsye, ju nuk duhet që të humbisni konsumimin e gështenjave gjatë sezonit të tyre. Përmbajnë fibra bimore të cilat janë të rëndësishme për tretjen.
Vetëm 10 gështenja të pjekura plotësojnë 17% të sasisë së rekomanduar ditore prej 25 deri në 30 gram fibra, falë të cilave tretja juaj normalizohet. Fibra e gështenjës kontribon edhe në uljen e kolesterolit të keq dhe në mbajtjen e një peshe optimale, e cila është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit të cilët duhet të shikojnë çdo kalori që ata hanë. Ato përmbajnë karbohidrate komplekse të cilat treten më ngadalë. Kur jeni të uritur, mos nguroni që të merrni një gështenjë. Kjo nuk do të shkaktojë as pak rritje të nivelit të sheqerit në gjak, por do të eliminojë dhimbjet e urisë dhe ngrënien e tepërt. Ndryshe nga bajame dhe kikirikët, të cilët kryesisht përmbajnë proteina, gështenjat janë të pasura me karbohidrate komplekse. Trupi gjithashtu arrin t'i tret ato ngadalë, ndaj ky frut të vjeshtër konsiderohet si një përdorim i qëndrueshëm energjie. Gështenjat gjithashtu përmbajnë edhe vitaminën C, e cila është e vlefshme edhe për imunitetin tuaj. Ndryshe nga të gjitha frutat e tjera, gështenjat përmbajnë vitaminë C, e cila njihet më së miri për forcimin e sistemit tuaj imunitar. Megjithatë, është gjithashtu e vlefshme për shëndetin e enëve të gjakut, forcimin e muskujve dhe gjithashtu të kolagjenit. Sipas ekspertëve, si një antioksidant, vitamina C e mbron gjithashtu qelizat nga efektet të dëmshme të radikaleve të lirë dhe ndihmon edhe në absorbimin dhe ruajtjen e hekurit. Ajo gjithashtu përmban bakër, i cili stimulon formimin e qelizave të kuqe të gjakut, dhe bakri ashtu si vitamina C pastron enët e gjakut, forcon nervat, sistemin imunitar dhe kockat, si edhe ndihmon edhe në përthithjen e hekurit për të plotësuar të gjitha nevojat tuaja, të paktën 1/5 e nevojave ditore të trupit për të paktën këtë lëndë ushqyese. Mjafton të hani 10 gështenja të pjekura. Dhe duke folur për yndyrrat e mira, acidet yndyrore omega 3 dhe omega 6 nga gështenjat, ato përmbajnë gjithashtu kalium, i cili është mjaft i rëndësishëm për rregullimin e presionit të gjakut. Gështenja e pjekur përmban shumë pak natrium, por ajo është e pasur edhe me kalium, prandaj konsiderohet e dobishme për njerëzit të cilët vuajnë nga hipertensioni. Dhe në fakt, kjo ndihmohet nga fakti se ka një efekt të theksuar diuretik dhe gjithashtu arrin të kontribojë në eliminimin e lëngjeve tek njerëzit të cilët vuajnë nga mbajtja e ujit të tepërt në trup. Gështenjat e zdiera do të treten më lehtë se ato të pjekurat, por përmbajnë vetëm pak kalori. Gështenja e zdirë përmban 120 kalori për 100 gram dhe e pjekur 190 kalori për 100 gram. Gjithashtu, minerale dhe vitaminat e grupit B të pranishme në gështenja kontribon edhe në funksionimin e saktë të sistemit nervor dhe parandalimin e sëmundjeve neurologjike. Njerëzit me diabet mund të përfitojnë nga ngrënia e gështenjave. Karbohidratet e tyre komplekse thithen ngadalë, duke shmangur kështu rritjen e nivelit të insulinës në gjak. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!